Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në zonën e Kamzës, ku një konflikt mes dy drejtuesve të automjeteve ka degeneruar në dhunë fizike dhe të shtëna me armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur në rrugën OSBE, ndërsa policia është njoftuar nga qytetarët për një përplasje të ashpër mes dy personave, e cila përfshiu edhe përdorimin e hunjve. Si pasojë e dhunës, 38 vjeçari Redi Vata ka mbetur i plagosur me sende të forta dhe është transportuar në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë këshyrjes së vendngjarjes, policia ka sekuestruar një gëzhoj, duke ngritur dyshime se është përdorur armë zjarri. Në vendin e ngjarjes është rrethuar një automjet, xhami i parë i të cilit është dëmtuar. Hetuesit po verifikojnë nëse dëmtimi është shkaktuar nga një plumb apo nga goditje me mjete të forta. Ndërkohë, autoritetet janë në kërkim të një makine të dytë, një tip ML me ngjyrë të bardhë, e cila dyshohet se është përfshirë në përplasje. Policia ka identifikuar dy persona si autorë të mundshëm dhe po punon për kapjen e tyre, ndërsa hetimet janë në vijim për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.